Policia e Minnesotës dhe FBI avjojnë kërkimin masiv për një person të armatosur që u maskua si oficer policie dhe vrau ligjvënësen demokrate Melissa Hortman dhe bashkëshortin e saj Mark, në atë që guvernatori i Minnesotës, Tim Walz, e quajti një vrasje me motive politike. Autori i identifikuar si 57 vjeçari Vance Bolter dyshohet se qelloi dhe plagosi gjithashtu një tjetër ligjvënës, John Hoffman, dhe bashkëshorten e tij, ka bërë të ditur FBI-a. Autori i dyshuar u largua në këmbë pasi qelloi në drejtim të policisë në shtëpinë e ligjvënëses demokrate dhe ish kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Minnesotës, Melissa Hortman. Zyrtarët e zbatimit të ligjit thanë se i dyshuar i braktisi një automjet që dukej si një automjet i policisë, në të cilin oficerët gjetën edhe një listë të politikanëve dhe institucioneve të tjera që ai synonte. Bolter duhet të konsiderohet i armatosur dhe i rrezikshëm, theksoi policia, duke shtuar se ishte shumë herët për të përcaktuar motivin e kësaj ngjarjeje. I dyshuari kishte lidhje me shërbimet ungjillore dhe pretendonte se ishte një ekspert sigurie me përvojë në rrifin e Gazës dhe Afrikë, njofton Reuters duke ju referuar postimeve të tij online. Bolter gjithashtu e përshkruante veten si një ish punonjës i kompanive të shërbimit ushqimor dhe u emërua në vitin 2016 nga paraardhësi i Walz në bordin e Këshillit të Zhvillimit të fuqisë punëtore të guvernatorit.